Një 24 vjeçar është arrestuar në Shkodër pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Sipas policisë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër vunë në pranga shtetasin BV 24 vjeç banues në Shkodër pas denoncimit për dhunë në familje. Ndërkohë, gjatë kontrolleve në qarkullimin rrugor, specialistët arrestuan shtetasin BS 38 vjeç, i cili u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Po ashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin RB 72 vjeç banues në fshatin Rashkullaj, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Në një tjetër rast, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve referuan materiale në prokurori për shtetasin AG 20 vjeç banues në fshatin Hot, për veprën penale, tregtimi mjeteve motorike, pasi automjeti që posedonte rezultoi i vjellur në Kanada. Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit, një banesë në lagjen Partizani në Shkodër është përfshirë nga flakët. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se zjarri ka rënë aksidentalisht dhe ka djegur plotësisht banesën e shtetasit QM 67 vjeç. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.